Si që kemi kuptuar deri më tani është tek çështja e presidentit. Koha po skadon për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. 7 gushti shënon ditën e fundit të afatit 30 ditor të përcaktuar nga gjykata kushtetuese, por pavarësisht kësaj, ende nuk është caktuar seanca e parë e legjislaturës së re e 11 me radhë. Ndërkohë institucionet mbeten në pritje të hapit të radhës nga ushtruesja e detyrës së presidentës Albulena Haxhiu, e cila ka paralajmëruar se së shpejti do të bëhet e ditur data dhe ora e seancës konstituive. Ndërsa afati për konstituimin e Kuvendit po shkon drejt fundit, analisti politik Basri Muja thot se vonesa në rritjen e seancës është pasojë e negociatave dhe konsultimeve mes partive. Ai vlerëson se ngritja e Kuvendit të ri nuk pritet të jetë pengesë, por sfida më e madhe politike shfaqet më pas, me zgjedhjen e presidentit dhe arritjen e një marrëveshjeje me subjekteve politike. Që lëvizja vetëvendosje bashkë me aleatët e saj dhe pakicat jo serbe, mendoj që i ka numrat dhe do t'i kryej vetë këto çështje, derisa te rundi i dytë që është më problematiku dhe për shkak të cilit ne edhe shkum në zgjedhjet e jashtëzakonshme, është më problematik sepse ato kërkohen 2/3, kërkohet një shumicë e cilësuar dhe shpresoj që partitë politike do të dakordohen, do ta tejkalojnë veten. Në anën tjetër, analisti politik Ardian Zeqiri vlerëson se kryeministri në detyrë Albin Kurti nuk po shfaq urgjencë për konstituimin e Kuvendit, pasi sipas tij i ka siguruar votat e nevojshme për këtë proces. Megjithatë, Zeqiri e konsideron situatën e krijuar si një zvarritje të panevojshme, që po e vonon funksionalizimin e institucioneve të reja. Kjo është e kuptueshme në një farë mënyrë, sepse zoti Kurti nuk i ngutët, ai deri në fund të tetorit e ka të siguruar pozitën e presidentit, ushtruesës detyrës presidentes, dhe do të shkoj dal nga dal që ta konstituoj Kuvendin, ta zgjedh një qeveri të re, votat i ka dhe mandej të pritet momentet e fundit për çështjen e presidentit. Procesi i konstituimit të Kuvendit të ri po shoqërohet jo vetëm me përplasje politike me subjekteve, por edhe me zhvillime të brendshme partijake. Lidhja Demokratike e Kosovës pritet të mbajë Kuvendin e jashtëzakonshëm për shkarkimin e kryetarit Lumir Abdigjiku, ndërsa deri në përfundimin e këtij procesi, kjo parti nuk pritet të zhvillojë diskutime për formimin e institucioneve të reja. Ndërkohë, Partia Demokratike e Kosovës i ka uruar sukses lëvizjes vetëvendosje në procesin e konstituimit të institucioneve, ndërsa Aleanca ka bërë të ditur